Përshëndetje miq. Në një kohë kur të rinjt gjithmonë më shumë po largohen nga libri dhe po orientohen në drejt teknologjisë, ka ende nxënës të cilët të zgjedhin dijen, leximin dhe fuqinë e fjalës. Personazhi ynë është 15 vjeç. Pasioni për gjuhën shqipe e ka bërë që të vlerësohet me çmimin e parë në Olimpiadën Kombëtare të Gjuhës Shqipe për klasat e 9-ta. E në fakt ajo na sjell një model të ri, modelin e një vajze e cila beson tek libri, tek pasionet dhe tek arti. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar në Mozaik Talentesh Aishe Lamçia. Përshëndetje Aishe dhe mirë se erdhe në Mozaik Talentesh. Mirë se u gjeta, është kënaqësi që të ndodhem midis jush në emisionin Mozaik Talentesh. Shumë faleminderit për ftesën. Kush është Aisha për gjithë shikuesit tanë të cilët i janë duke na ndjekur? Ashtu sikur se dhe ju e thatë, unë quhem Aishe Lamçia. Jam 15 vjeç dhe jam nxënëse nga shkolla Xhemal Jança. Le të kthehemi pak pikërisht në momentin e Olimpiadës Kombëtare të Gjuhës Shqipe, kur ti u vlerësove me çmim të parë. Më trego pak ndjesitë e atij momenti. Emocionet ishin të papërshkrueshme, një ndjenjë breslënëse, dhe unë ndjeva shumë krenare për veten time, për familjen dhe për mësuesit që më kanë mbështetur. Çfarë do të thotë ky çmim për ty? Ky çmim është shpërblimi i mundit tim ndër gjithë këto vite dhe dashuria që kam unë për gjuhën shqipe. Mund të na tregosh pak se si ka lindur dashuria apo pasioni për gjuhën shqipe, sepse gjithmonë më shumë po shohin të ri të cilët po i qëndrojnë larg librit. Po, pasioni për gjuhën shqipe më ka lindur që në fëmijërinë e hershme, që kur kam qenë e vogël, mami më lexonte përralla, më pas fillova të lexoj vetë këto përralla, dhe duke kaluar dhe në libra më të avancuar. Çfarë ka gjuha shqipe, diçka që ty të tërheq kaq shumë? Ajo që më tërheq më shumë nga gjuha shqipe janë emocionet që ajo përcjell, ka finesë, histori dhe një fjalor aq shumë të pasur që të bën për vete. Në fakt nëse unë të them paskajorja, ditë më japësh një lloj argumenti, unë kam mbetur në vend numëro për gjuhën shqipe, por kam përshtypjen jo vetëm unë, por dhe shumë të tjera. E di pse po të pyes, sepse më duket shumë e komplikuar gjuha shqipe. Nuk mendoj se është aq shumë e komplikuar, çdo kush e shikon në mënyrën e tij. Paskajorja dhe të gjithë gjërat e tjera në gjuhën shqipe kanë vështirësitë e tyre, por mund të mësohen me pak mund. E sa rol ka mësuesja jote, Suela Kotherja, në këtë dashuri apo pasion në që Aisha ka për gjuhën shqipe? Ka ndikuar shumë, ka qenë një motivim dhe më ka motivuar vazhdimisht në rrugëtimin tim dhe ka besuar tek dijet e mia. Çfarë do t'i thoje sot nëpërmjet kësaj interviste ndoshta? Sa vite ke që ushtrohesh me Zyrë Suelën? Kam qenë në klasë të 6 që ushtrohem me Zyrë Suelën dhe do i thoja shumë faleminderit për të gjithë mundin që ka dhënë për të më mësuar. Patjetër. E dashur drejtoresh, të dashur mësues dhe mësuese të nderuara, në këtë ditë të veçantë, unë ndjem shumë e privilegjuar dhe emocionuar që kam mundësinë t'ju shpreh me fjalë mirënjohjen e pafundme që kam ndaj jush. Puna dhe përkushtimi juaj janë jo vetëm një shembull i mençurisë dhe pasionit, por edhe një piknisje për ndërtimin e një të ardhmje më të mirë për të rinjt tanë. Çdo ditë, me guxim dhe shumë sakrifica, ju i ndani dijet tuaja, ju udhëzoni dhe formoni brezat e rinj, që do të udhëheqin këtë botë një ditë. Ju jeni ata që krijoni mundësi për ëndrat e çdo fëmie dhe i ndihmoni ata të rriten si individ të përgjegjshëm, të mençur dhe të fortë. Falenderojmë edhe ne në fakt për kontributin që ajo po jep për brezin e ri. Por ajo se çfarë e veçon të dashur shikues Aishën është se vërtet është shpallur fituese e Olimpiadës Kombëtare të Gjuhës Shqipe, por duhet thënë pa mësim me shtesë. Pra pa kurse, si kundër jemi mësuar që në mënyrë të vazhdueshme nxënësit i zhvillojnë edhe për të përvetësuar apo për të përmirësuar njohuritë e tyre. Por çfarë të ka bërë ty që të arrish këto rezultate dhe pa mësim me shtesë? Ndoshta ke ato përkushtimin që mëson me orë të tëra, apo ke një aftësi shumë të mirë për të memorizuar gjërat? Të them të drejtën, talenti ka rëndësinë e tij, por pa përkushtim nuk mund të arrihet dot asgjë.
Dhe mendoj që puna që kam bërë ndër gjithë këto vite tani më është shpërblyer. Po sa orë mëson, sa orë studion, se kam përshtypjen të duhet një kohë gjatë, apo jo? Po, unë studioj përveç se lëndëve orarit mësimor, mundohem që dhe çdo ditë të lexoj më sa më jepet mundësia libra jashtëshkollor. Paret sipas vështirësisë së ditës. Sa mendon që realisht nxënësit apo bashkëmoshatarët e tu sot i përkushtohen leximit apo librave? Si e shikon ai shja, se duket sikur ju jetoni në dy planete paralele të ndryshme nga njëri tjetri? Po, është e vërtet, bashkëmoshatarët e moshës time shpesh përqendrohen për shkak të teknologjisë dhe rrjeteve sociale, që mendoj që është shumë negative. Unë jam një person krejt ndryshe, më pëlqen të studioj dhe të jem në atë botën time pa teknologji. Ndoshta të shohin ata ty pak ndryshe, mund themi që mund të ngacmojnë apo të bullizojnë për faktin që ti mëson më shumë se sa ata i dedikohesh librit dhe jo teknologjisë? Jo, nuk është e vërtet. Unë madje mundohem që të gjithë bashkëmoshatarëve të mi të jap si mësim këtë gjë që unë bëj dhe dua shumë që të gjithë të jenë të njëjtë, pra të përkushtohen tek mësimet dhe jo tek teknologjia që po na hakohen. E në fakt mendon se teknologjia më shumë të afron drejt librit apo të largon drejt këtij fundit, dhe do më thuash pak ti personalisht, i bën detyrat me ChatGPT apo nuk e përdor fare? Tani, të them të drejtën varet se si ti e përdor. Teknologjia të ndihmon për të dhënë informacione në kohë reale dhe më të shpejtë, por teknologjia kur nuk ta jep atë ndjesinë dhe shqetësinë që ta jep libri. Jo, unë nuk është se e përdor ChatGPT-n, sepse ChatGPT-ja faktikisht mund të përdoret si një ndihmë për disa hapa ose probleme të vështira, por jo kurse si të zëvendësoj mendimin ton, sepse mendoj se është më i vlerë. Në fakt, bashkëmoshatarët e tu e përdorin? Po, dëgjoj shpesh në korridoret e shkollës ose në oborr që kemi përdorur ChatGPT-n për një problem që kemi hasur në lëndë të ndryshme. Por mendoj se edhe është e vlefshme, por siç e thashë të më parë, jo zëvendësimi mendimit tonë. Cili do të ishte ndoshta një mesazh që ke për të gjithë bashkëmoshatarët, për nxënësit në lidhje me rëndësinë e leximit? Atëherë, një mesazh që dua t'ia përcjell të gjithë bashkëmoshatarëve të mi është që lexoni sa më shumë, sepse leximi të pasuron mendjen dhe shpirtin. Çdo libër që lexoni sot është një dritare e re drejt një bote më të bukur. Shumë faleminderit në fakt për mesazhin që përcolle. Faleminderit ju. Thua që Ismail Kadare është shkrimtari jot i preferuar. Çfarë gjen te veprat e tij? Po, është e vërtet, Ismail Kadare është shkrimtari im i preferuar. Ajo që më pëlqen më shumë nga ky shkrimtar është mënyra se si ai e përshkruan dhe forca artistike që ka ai për të përshkruar jetën dhe luftën në librin e tij, i cili është dhe i parapëqyeri im, Kronikë në Gur. Pse pikërisht Kronikë në Gur është libri jot i preferuar? Më pëlqen shumë libri Kronikë në Gur, sepse më pëlqen mënyra se si autori e përshkruan të gjithë historinë përmes syve të një fëmije. Kur lexon një libër, ku e vendos tekstin më shumë? Te emocionet, te personazhet, tek mesazhi që ka, pra ka një lloj mënyre se si ti përzihet librat që lexon? Po, të treja kanë rëndësinë e tyre, por ajo që më tërheq dhe mendoj se është më e rëndësishme është mesazhi që ky libër përcjell. Në momentin që je duke lexuar një libër, të ndodh që të mbash shënime për librin që po lexon, fraza që ndoshta i memorizon dhe i përdor në fjalorin tënd pasur më vonë? Po, shpesh herë mbaj fraza të disa momenteve që më duken më të bukura dhe që përcjellin një mesazh që t'i rikthehem ndoshta në një kohë të dytë. E nëse do të kishe mundësi, po themi me atë shkopin ton magjik, të takoje një nga personazhet e librave të shumë që ti ke lexuar, këtë zgjidhje dhe pse? Kam lexuar shumë libra dhe shumë personazhe që më kanë lënë bresa. Të them të drejtën, do doja që të takoja djalin që përshkruan përmes mendimeve të tij librin Kronikë në Gur.
Pra, i mbetemi Kronik në Gur, i mbetemi Ismail Kadares. Po, e vërtet. Ka që dashur është për të. Mua, po. E ke një numër sa libra ke lexuar deri në moshën 15 vjeçare, apo të ka humbur numërimi? Të them të drejtën, më ka humbur numërimi, sepse çdo vit vetëm lexoj akoma të më shumë libra. Në fakt, një nga pasionet e tua, përpos shumë pasioneve të tjera, është leximi, është gjua shqipe që ne e tham deri në këto momente, po unë do dëshiroja që posaçërisht për shikuesit tanë të na përcjellësh një pjesë të një prej poezive ndoshta që ti e ndjen më shumë. Je gati? Gati. Mos rrisi hije në cep të rrugës, mos prit që dielli të vitë të gjej, hapi dritarit, thyej edhe drynat, se jeta rjedh, e nuk mund të kthehet prap tek ne. Frapo pas ëndrës, sa do e largët, kape për jaki këtë kohë që nxiton. Nëse rëzohesh, ngrihu me buzëqeshje, se vetëm ai që guxon vërtet fiton. Derë dhe gëzimin, si verë në gota, se sot është festa, është e shtuna, është e djela. Përqafoj misht, këndoju dashurive, se ne jemi zjarri, ne jemi shkëndijat e vërteta. S'ka rëndësi sa vite, numëron mbi shpinë, po sa jetë, ke futur brënda çdo viti. A ke qeshur mjaft? A ke kënduar fort? A ke ndjerë si reh në kraharohër shpirti? Ndaj, bëu si lumi që s'njeh pengesa, bëu si era që malet në poshtë. Jeta është tani, e bukur dhe e marë, një mrekulli që kur nuk mbaron. Përveç librave, një pjesë e rëndësishme e jotja është edhe arti. Me pikturën çfarë të lidh? Me pikturën kam një lidhje shumë të ngushtë. Më pëlqen piktura sepse me anë të saj shpreh emocionet e mia të brendshme. Thuaj që ndonjëherë piktura jote flet më shumë se sa fjalët. Çfarë flasin zakonisht pikturat e tua? Pikturat e mia zakonisht tregojnë ndjenjat e mia të brendshme, qetësi, tregojnë lidhjen time me natyrën dhe librin. Këto janë disa nga tematikat kryesore të pikturave të mia. Ka ndonjë pikturë që ndoshta e veçon, e ke bërë më herët ose e ribën gati të njëjtë? Po, më pëlqejnë shumë pikturat, por më shumë më pëlqejnë ato abstraktet, sepse me anë të ngjyrave thjesht mund të shpreh ato ndjesitë e mia, pa komplekse. Në fakt, arti abstrakt është edhe më i vështirë, jo vetëm për të krijuar, por edhe për të perceptuar. Arrin dot që mesazhi jot të shkojë, le të themi, te shikuesit? Po, atë dua që të bëj, të përcjell një mesazh shumë të fortë tek ata që shikojnë pikturën time. Ndërkohë, një tjetër pasion i yti është edhe aktrimi. Po me aktrimin, çfarë të lidh edhe çfarë mund na sjellësh në vëmendje në një rol që ndoshta ke luajtur ose ndonjë aktor që ti e pëlqen shumë? Po, unë kam aktruar role të ndryshme në pjesë teatrale të ndryshme të shkollës. Më së fundmi ne kemi bërë një projekt në gjuhën shqipe dhe atje kishim për të bërë një dramatizim në lidhje me historinë e Rozafës dhe unë ishta vetëmosja e vogël. Më shumë të pëlqen, le themi, kinematografia vendase apo ajo e huaj dhe pse? Të them të drejtën, më shumë me pasion shoh kinematografinë vendase, sepse më përcjell një emocion ndryshe nga ajo e huaja. Mund ta veçosh një aktor tonin që ti e pëlqen shumë? Po, më pëlqen shumë Tito Olga për humorin që ajo ka në të gjithë filmat që ajo ka luajtur. Besoj që aktrimi do mbetet thjesht një pasion i moshës, apo ndoshta edhe në vijim mund të shohësh diçka më tepër? Se di, mendoj se një pasion i moshës, por ku i dihet dhe në të ardhmen. Padyshim një nxënëse shumë e mirë në mësime, do duhet ishte edhe një presidente në shkollën e saj. Çfarë do të thotë apo çfarë përgjegjësie ka ky rol për ty Aisha?
Të jesh presidentja e shkollës është një rol shumë i rëndësishëm dhe i cili ka përgjegjësi të mëdha, duhet të përfaqësosh zërin e të gjithë nxënësve për disa probleme ose gjëra të ndryshme që mund të kenë në shkollë. Cilat janë ndoshta disa nga problematikat që ka komuniteti në cilën ti jeton, sepse e ritheksoj për shikuesit tanë që ti je nxënëse në shkollën 9 vjeçare Xhemal Jança në fshatin Gjergja në Bashkinë e Elbasanit. Problematikat janë nga më të ndryshmet, por një që mund të spikas është bullizmi, nuk është vetëm në shkollën tonë, por është në shumë shkolla të tjera dhe në çdo institucion e hasim këtë problem. Po në një problem ndoshta që është në duar të institucioneve dhe ndoshta do duhet i tërheqim vëmendjen dhe t'i përcjellim mesazhin nëpërmjet kësaj interviste të ndërhyjnë. Po nuk e di, vazhdon shkollat të japin mësime dyturne sot në Gjergjen? Jo, nuk vazhdojmë që të japim mësime dyturne. Tani jemi thjesht në turn sepse edhe numri i nxënësve ka filluar që të ulë. Sa e vështirë është arrish rezultate të larta kur vjen nga një komunitet, le të themi, përtej zonës urbane, apo mendon që asgjë nuk ka rëndësi në momentin që është pasioni dhe dëshira për dije? Të them të drejtën, mendoj se me talent dhe në përkushtim mund të arrihet çdo gjë. Dhe kjo nuk ndikon nga zona rurale ose ku ti ndodhesh. Por mendoj natyrisht edhe ndikon, por nëse ti dëshiron të bësh diçka mund t'i arrish. Në fakt, edhe fshati Gjergja në shumë pranë Elbasanit, janë vetëm pak kilometra nga këtu dhe nga aty ka ndalur gjithmonë një kontingjent shumë i mirë nxënësish për cilët padyshim që meritaj shkon dhe ati stafi të mrekullueshëm atje, apo jo? Gjithashtu thua që ke një aftësi shumë të mirë apo një përkushtim edhe ndaj shkencave eksakte. Si ja del me vajzë, ti je kompletuar art, kulturë, në gjuhë shqipe, por tashmë edhe në shkenca eksakte. Shkencat zë një pjesë shumë të rëndësishme dhe i dua shumë, më pëlqen shumë të studioj gjëra të reja, vazhdimisht dhe mendoj se nëse ti dëshiron vërtet të bësh diçka, mund t'ja dalësh. Mundohem që ta menaxhoj kohën dhe besoj se ja dal. Kurioze jam, cila ka qenë nota jote më e ulët që ke marrë gjatë gjithë këtyre viteve? Nota ime më e ulët që ka marrë gjatë gjithë këtyre viteve ka qenë 9 dhe kjo ka ndodhur shumë rrallë dhe gjithmonë kur ka marrë një notë të tillë jam mërzitur shumë dhe jam munduar gjithnjë që ta përmirësoj dhe ja kam arritur. Pra, nota më e ulët ka qenë 9 për cilën ti je mërzitur plot 2 herë apo jo, e dëgjoni shikues? Po, nota ime më e ulët që mund të marrë ndonjëherë është 9 dhe shumë rrallë herë. Ndërkohë nga ana tjetër, ti dëshiron që të bëhesh mjeke. Pse kjo zgjedhje? Dua shumë që të bëhem një mjeke. Faktikisht ky profesion më ka lindur dëshira për të bërë mjeke, më ka lindur që e vogël. Mendoj se mjekësia është një profesion human ku ti mund të shprehesh dhe të ndihmosh njerëzit, t'i japësh vetbesim dhe t'i japësh shpresë për ata të shpresojnë tek vetja, duke i dhënë diçka të mirë nga vetja. Pra, një nga arsyet që zgjedh mjekësinë është pikërisht për të ndihmuar njerëzit të cilët janë në nevojë dhe le të themi që më shumë se sa nevojë ana shëndetësore vërtet nuk ka. Kjo është arsyeja kryesore që zgjedh të jesh mjeke në të ardhmen? Po, kjo është arsyeja kryesore. Mendoj se të gjithë njerëzit duhet të ndihen mirë me veten e tyre dhe unë do bëj gjithçka që të ndihmoj sa më shumë jetë njerëzish në të ardhmen dhe shpresoj që të bëhem një mjeke dhe dua shumë që të bëhem e tillë. E si mjeke e së ardhmes, mendon që një mjek kë duhet ketë pikën e tij më të fortë, dijen, studimin apo pjesën humane, zemrën? Dia është një pjesë shumë e rëndësishme sepse pa të nuk mund të arrish. Por pa zemër, një mjek nuk mund të kuptojë dhimbjen e pacientit. Ke ndoshta ndonjë figurë që të frymëzon në fushën e mjekësisë? Po, ajo figurë është motra ime. Ajo tashmë vazhdon studimet në Universitetin e Mjekësisë dhe është gati në përfundim. Ju urojm shumë suksese motrës. Shumë faleminderit. Aisha, jemi në fund të emisionit, nuk ditë ka mbetur ndonjë merak për përcjell ndoshta një mesazh për shoqërinë tonë, për komunitetin ku ti jeton dhe mëson, për brezin e ri, për mësuesit, për ata që bëjnë politika të rëndësishme për arsimin?
Dua t'i them të rinjve që të mos heqin dorë nga ëndrat e tyre. Me punë, me përkushtim dhe me besim tek vetja, gjithçka mund të arrihet. Gjithashtu, tani dua të bëj dhe një falënderim shumë special për familjen time, për prindërit e mi që më mbështesin në çdo haptimin. Shumë faleminderit. I bashkojmë edhe unë mesazhet tënd, patjetër edhe falënderimit për familjen e cila është duke kontribuar ndoshta për një vajzë shumë të mirë sot, por nesër me gjaz do të kemi edhe një mjeke shumë të mirë. Aisha, të falenderoj shumë për këtë bisedë që realizuam së bashku, për mesazhet e bukura që përcollë për atë vajzën e cila edhe pse ndonjëherë teknologjia na rrëmben, ti preferon të qëndrosh shumë pranë librit dhe të na përcjellësh mesazhe kaq të vëra. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Shumë faleminderit për këtë intervistë. Shkëlqef shkudo. Faleminderit. Historia e Aishës në fakt na tregoi se edhe në kohën e teknologjisë, libri është një dritare shumë e vyer drejt rrugës së dijes dhe ëndrave. Ndërkohë bashkë rishihemi në një tjetër puntat të Mozaik Talentesh. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.